هم خير من خلق الإله ومن ضرى كانوا قواميس الهداية للورى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të trajtimit të lëndës gjuhës arabe dhe më konkretisht tekës së saj të letërsisë, duke përkthyer librin që kemi marrë si referencë, Nihayatul Arab fi Funun al-Adab, pra përmbushja e qëllimit në degët e letërsisë. Kemi trajtuar në videon e kaluar të kësaj playliste hyrjen që ka përgatitur autori dhe në videon e sotshëm inshallah do të trajtojmë biografinë e autorit, e cila në arabisht quhet Tarjamatul Muallif. Thot autori: huwa Shihabuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Wahhab ibn Ahmad ibn Abdul Wahhab ibn Ubada al-Bakri an-Nuwairi. Pra këtu është duke folur autori që ka shkruar këtë biografi, i cili flet për autorin e librit dhe thot: ai është Shihabuddin Abul Abbas Ahmad, i biri i Abdul Wahhabit, i biri i Ahmedit, i biri i Abdul Wahhabit, i biri i Ubades al-Bakri an-Nuwairi. Më pas thot: على هذه الكثرة ممن أرخوا له مثل المقرزي وابن تغربردي وابن حبيب والسيوطي. Sipas kësaj, shumica atyre që kanë shkruar biografinë e tij, si al-Makrizi, al-Taghribardi, Ibn Habibi dhe Suyuti, janë të mendimit të njëjtë. Më pas thot: وذهب ابن حجر إلى أنه شهاب الدين أحمد ابن عبد الوهاب ابن محمد ابن عبد الدائم النويري، وهذه الرواية توافق ما أورده علي مبارك. Ibn Hajari ka shprehur mendimin e tij se ai ishte Shihabuddin Ahmed ibn, pra djali i Abdul Wahhabit, i biri i Muhammedit, i biri i Abdid Daim an-Nuwairi. Ky transmetim përputhet me atë që ka përmendur Ali Mubarak. وذهب الأدقوي إلى أنه أحمد ابن عبد الوهاب ابن عبد الكريم البكري، ثم قال ينعت بالشهاب النويري. Edhe Al-Adqawi ka qenë i mendimit se ai ishte Ahmed, i biri i Abdul Wahhabit, i biri i Abdul Kerimit al-Bakri, më pas ka thënë se ai i quhej me epitetin Shihab an-Nuwairi. واختار ابن كثير أن يذكر اسمه واسم أبيه فقال شهاب الدين أحمد ابن عبد الوهاب. Ibn Kathiri ka zgjedhur të përmendë emrin e tij dhe emrin e tatit, duke thënë Shihabuddin Ahmed, i biri i Abdul Wahhabit. وثمة رواية جاءت بخط النويري نفسه آخر السفر الأول من كتابه نهاية العرب، تؤيد ما أورده ابن حجر وما شاركه فيه علي مبارك. تقول نجز السفر الأول من كتاب نهاية العرب في فنون الأدب على يد مؤلفه فقير رحمة ربه أحمد ابن عبد الوهاب ابن محمد عبد الدائم البكري التميمي القرشي، عرف بالنويري عفى الله عنه. Ekziston gjithashtu një transmetim i shkruar me dorën e vet Nuwairit, pra autorit të librit që ne po trajtojmë, në fund të vëllimit të parë të librit të tij Nihayatul Arab, ky libër që po përkthejmë, e cila përforcon atë që ka përmendur Ibn Hajar dhe me të cilën është pajtuar edhe Ali Mubarak. Aty thuhet u përfundua vëllimi i parë i librit Nihayatul Arab fi Funun al-Adab, pra përmbushja e qëllimit në degët e letërsisë, shkruar nga autori i tij, nevojtari për mëshirën e Zotit të tij,
Ahmed ibn Abdul Wahhab ibn Muhammad ibn Abdid Daim al-Bakri al-Tamimi al-Qurashi, i njohur si an-Nuwairi, Allahu e falt. Pra, kjo na tregon që për autorët e njohur në botën islame, më shumë se sa një person ka shkruar informacione rreth biografisë së tyre. Në disa raste mund të ketë informacione të transmetuara nga vetë autori, nga vetë dietari ose personi prej së cilit neve na kanë ardhur libra dhe rrëfime, por mundet që të ketë shkruar rreth biografisë së tij edhe autorë të tjerë që mund të kenë qenë të përafërt me kohën e tij, ose autorë të mëvonshëm që mund të jenë bazuar tek shkrimet e bashkohësve të tij. Pra, informacionet mund të jenë të shumta, në disa raste mund të përputhen pjesërisht ose plotësisht, ose mund të mos përputhen me njëra tjetrën, dhe analizën e këtyre informacioneve më pas e bëjnë njerëzit që janë të fushës. Gjithashtu në paragrafin që sapo trajtuam, vërehet modestia madhështore e këtyre autorëve që kanë pas një kapacitet gjigant në fushën e dijes. Ata faktikisht kanë qenë njerëz shumë të ditur dhe shumë të devotshëm, ndërkohë shprehen në mënyrë të tillë që paraqesin modesti. Dhe kjo tregon që edhe ne që jemi në grada më të ulta se ata duhet jemi akoma më modest, për arsye se sa më shumë që të përparojë njeriu në një aspekt, ajo nuk është gjë tjetër veç se mirësi e Allahut ndaj tij. Nëse nuk do donte Allahu që të përparonte, nuk do të përparonte dot. Më pas, وقد تكررت هذه العبارة في نهاية السفر الخامس أيضا، وجاءت في آخر الجزء التاسع بخط ناسخ له يدعى نور الدين ابن شرف الدين ابن أحمد العاملي، وذلك في سنة 66 و700 هجرية، أي بعد وفاة المؤلف بنحو 33 سنة. Kjo formulë është përsëritur edhe në fund të vëllimit të 5 dhe është shënuar gjithashtu në fund të pjesës së 9 me shkrimin e një kopjuesi të quajtur Nuruddin ibn Sharafuddin ibn Ahmed al-Amili, dhe kjo ka ndodhur në vitin 766 Hijri, domethënë rreth 33 vjet pas vdekjes së autorit. Kur thot autori i kësaj biografie kopjuesi, e ka llafin dikush që kopjon librat me shkrim me dorën e tij. Sepse në të kaluar nuk kanë ekzistuar as kompjuterat, as fotokopjet, as makinat e shkrimit, por kur një libër duhej të përhapej në disa kopje nëpër njerëz të ndryshëm ose nëpër vende ndryshme të botës, në çdo rast duhej që atë kopje ta shkruaje me dorë. Për shembull, ta marrësh një libër me 500 faqe dhe të fillosh shkruaj derisa ta kesh kopjuar të gjithin. Ky që ka bërë këtë kopje quhet kopjuesi i këtij libri. Pra është për qëllim diçka e mirë, se me fjalën kopjues mundet që zakonisht jemi mësuar dikush që kopjon për provime, sidomos në realitetin shqiptar, por këtu bëhet fjalë për një kopjues të mirë. Dhe normalisht ai që ka bërë këtë lloj kopje ka derdhur shumë mund, sepse kjo është një punë që do përqendrim, do të ruhesh nga gabimet, do të lodhësh mendjen dhe dorën dhe trupin që të rrish për një kohë gjatë duke u marrë me një punë qoftë edhe mekanike, por se nuk është tërësisht mekanike. Dhe sidomos sa më shumë kopje që t'i bëhen një libri dhe sa më i madh të jetë libri dhe sa më i ngjeshur të jetë shkrimi i një libri, aq më e vështirë është kjo si proces. Sepse do ta mendosh mirë, në kohët e vjetra, njerëzit nga që i kishin shumë me kursim materialet me të cilat shkruanin dhe mbi të cilat shkruanin, përpiqeshin që ta shfrytëzonin çdo cep të fletës në maksimumin e mundshëm. Që do thotë shkrimin e zvoglonin në minimum dhe vendin e shfrytëzonin në maksimum. Që do thotë një flet prej fletëve të atëhershme, edhe po të kishte përmasat e fletëve tona standard, siç janë formatet për shembull që ne punojmë, A4, A3 etj., ajo do të ishte pothuajse plotësisht e mbushur me bojë dhe me shkronja dhe me shkrime. Që do thotë një flet e tillë mund dali sa 2-3 flet ose 4 ose 5 flet me këto tonat. Më pas thot autori: ولم يعرض من بين هؤلاء المؤرخين جميعا لنسبته إلى بكر إلا اثنان، هما ابن كثير وعلي مبارك. Nga të gjithë këta historian, vetëm 2 prej tyre kanë përmendur përjardhjen e tij nga fisi Bekër, Ibn Kathiri dhe Ali Mubarak. أما ابن كثير فقال نسبته إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
Sa I përket Ibn Kathirit, ai ka thënë se përjardhja e tij lidhet me Abu Bekr as-Siddiq, Allahu qoftë I kënaqur me ta. Wa qala Ali Mubarak yunsabu ila qabilati Bakr wa hiya batnun min Tay. Ndërsa Ali Mubarak ka thënë se ai I përket fisit Bekr, I cili është një deg e fisit Tay. غير أنه يقول بعد ذلك وقد ذكر النويري في بعض كتبه ترجمة والده فقال هو تاج الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن أبي عبد الله محمد ابن عبد الدائم ابن منجي البكري تميمي قرشي يلقب بالنويري. Megjithatë, më pas ai shton se vetë Nuwairi, pra autori I librit, në disa nga librat e tij ka përmendur biografinë e babait të tij dhe ka thënë: ai quhej Tajuddin Abu Muhammad Abdul Wahhab ibn Abi Abdillah Muhammad ibn Abdiddaim ibn Munji al-Bakri at-Tamimi al-Qurashi, I njohur me nofkën e Nuwairi. Pra edhe babai I tij është njohur me të njëjtin epitet. Amma anin Nuwaira التي نسب إليها أحمد فهي قرية بالصعيد الأدنى في مصر كانت قديما من إقليم منسى وهي الآن من محافظة بني سويف الشرقي أهناس بنحو 3 كيلومترات ونصف. Sa I përket Nuwairas, vendi të cilit ju atribua Ahmedi, ajo është një fshat në gjysmën e poshtme të Egjiptit, I cili dikur I përkiste krahinës Mensa, ndërsa sot është pjesë e guvernatoratit të Beni Suwaif në lindje të Ahnasit, rreth 3 kilometra e gjysmë larg. ولم تكن النويرة القرية التي ولد فيها أحمد ونشأ وإنما كانت منشأ آبائه فلفت مبارك فيما ساقه علي مبارك عن والد أحمد أنه كان يلقب بالنويري. Megjithatë, Nuwaira nuk ishte fshati ku Ahmedi lindi dhe u rrit. Pra Ahmedi është emri I autorit, ndërsa Nuwairi është epiteti I tij. Por ishte vendi I origjinës të paraardhësve të tij. Ali Mubarak, duke përcjellë të dhëna rreth babait të Ahmedit, vëren se edhe ai mbante nofkën e Nuwairi. ويضيف الأدقوي وهو يترجم لأحمد النويري المتحد القوسي المولد والمنشأ وهو يعني أن النويرة كانت موطن آبائه وأنها نزحوا إلى قوصة حيث كان مولده ومرباه. Edkawiu, gjatë përpilimit të biografisë së Ahmedit, shton: En-Nuwairi, I bashkuar me origjinë të vetme, I lindur dhe I rritur në Kus. Me këtë ai nënkupton se Nuwaira ishte vendbanimi I paraardhësve të tij dhe se prej andej ata u shpërngulën në Kus, ku Ahmedi lindi dhe u rrit. ويظهر أن النويرة لم تكن كذلك القرية التي ولد فيها الأب ففي ترجمة أحمد لأبيه ما يشير إلى أنه ولد بالفسطاط فهو يقول وولادته بالفسطاط سنة 16 و600 هجرية. Duket gjithashtu se Nuwaira nuk ishte as vendlindja e Taatit, sepse në biografinë që Ahmedi I bën babait të tij ka një tregues se ai ka lindur në Fustat. Ai thot lindja e tij ishte në Fustat në vitin 618 Hijri. فهذه النسبة التي علقت باسم الأب كما علقت باسم الابن تدلنا كما قلت على أن الأسرة كانت لها صلة قديمة بالنويرة لم تستطيع أن تحموها صلات أخرى ببلدان أخرى. Kjo lidhje e emërtimi e bashkangjitur si me emrin e babait ashtu dhe me emrin e djalit na tregon, siç u përmend, se familja e tij kishte një lidhje të vjetër me Nuwairan, të cilën nuk arritën ta fshinë në lidhjet e tjera të krijuara me vende të ndryshme. Pra dhe pse babai I tij ka lindur dhe ka jetuar në një vend tjetër, dhe pse vetë autori ka lindur dhe ka jetuar në një vend tjetër, sërish familja e tyre përmendet e lidhur me një vend të mëhershëm ku kanë jetuar paraardhësit e tyre.
dhe kjo është një gjë e zakonshme që mund të ndodhi edhe në vendin tonë, siç e kemi përmendur më herët. Wa kana waliduhu min ulama'i al-Malikiyya yushiru ila dhalika ma katabahu huwa an wa naqalahu Ali Mubarak حيث يقول ومات رحمه الله قبل صلاة المغرب يوم الخميس 22 من شهر ذي الحجة سنة 99 و600 هجرية في المدرسة الصالحية النجمية في قاعة التدريس المالكية. Babai I tij ishte nga dietarët e shkollës juridike Malikie, gjë që dëshmohet nga ajo që vetë autori ka shkruar për të dhe që Ali Mubarak e ka përcjell, ku thuhet: ai vdiq, Allahu më mëshiroft, para faljes së namazit të akşamit, ditën e njëjtë në datën 22 të muajit Dhul Hijja, që është muaji I Haxhit sipas kalendarit hënor, të vitit 699 Hijri, në medresen ose në shkollën Es-Salihiyya an-Najmiyya, në sallën e mësimdhënies së Malikive. Pra e thënë ndryshe, ka qenë duke dhënë mësim kur ka ndruar jetë, dhe kjo normalisht është një vdekje shumë e nderuar, dhe lutim Allahun që të gjithëve të na mundsoj një jetë të tillë të nderuar dhe një vdekje të tillë të nderuar. Ndërkaq, këtu përfundon trajtimi I biografisë së autorit, dhe ne I kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë nga një subscribe, like edhe share. Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. هم خير من خلق الإله